thuj mashallah, kupton. Për gjithçka tjetër, një arritje, një shtëpi e bukur, një biznes, një dyqan i mirë, që ecën, ka fluks njerëzish, thuj mashallah. Se kështu shtojë do bollëku ty. Edhe në këtë rastin kur ke një njeri përballë që s'ka energji të mirë, për shembull mund të jetë toksik, ose mund të jetë në frekuencë të ulët, atëherë edhe vetëm të merr energji, se nuk shkëmben energji. Atëherë përveç përmend emrin e Allahut, e kupton? La ilaha illallah për shembull, se diçka tjetër si mësohet në fe, unë e them për shembull shumë thjesht. Ka edhe mënyrë që mos më afro, marrë distancë. Respekt, jo për çmim, jo për shtrim, e kupton? Po, mbaj sa më shumë distancë. Me mujt mos me pas edhe kontakt fizik me të është mirë. Në moment që ke kontakt fizik, sepse zakonet tona, traditat tona nuk mund t'i shumësoj me zero nëse kemi një njeri që është toksik atij dhe s'mund t'i japim dorën tash. Dora duhet me dhënë xhepkuj se ne jemi shqiptar. Absolutisht, absolutisht. Po, por në momentin që ti ke thënë, ti ke përmendur emrin e Allahut, e kupton? Ose ti ke thënë një lutje, ose ti ke thënë një urim, po urim ç'a? Uroj që ky të bëhet mirë, uroj që ky të lartësohet shpirtërisht. Uroj që ky të bëhet njëri i mirë, kupton? Çka në momentin që ke dhënë këtë urim, me shpirt, me zërin tënd të mbrëmshëm, ka filluar me ndryshuar edhe te ai diçka edhe te ti. Po. Ne fillon e lëviz. E vërtet. Përpara herë mos keni frikë hiç, njerëzit që ashtu se ka sa dush shtrigojnë, apo njerëz që janë toksik apo narcisista, apo njerëz që janë te triada azez, pak a shumë dihet se kush është triada azez, se është narcisist, është egocentrist i madh. Është psikopat krejt, e ke parasysh, po në kuptimin e shkencor të fjalës, e jo. Po të kuptoj. Është makiavelist, që i intereson qëllimi, nuk i intereson se me çfarë mjeti të realizon qëllimin. Pra këto janë triada zez. Pak a shumë. Këto mundonin me pas sa më pak kontakte me të. Mos me pa biznes me të, mos me pa punë me të, sepse keni në dorë vetëm me zell. A në moment se s'keni mundësi fare me zell, se jemi një dasëm për shkakun, duhet me dhënë dorën tonë, po jepi dorën, mos ki merak fare, mos ki frikë fare, moje besimin te krijuesi. Po, absolutisht, kjo është shumë e mirë edhe qelluar profesor, por sigurisht se fjalët tona, veprimet tona ndikojnë që edhe ata që ne i takojmë që kanë energji negative, që ne përmes energjisë tonë pozitive, përmes fjalëve, veprimeve tona t'ju japim një shkëndijë edhe atyne, që me shpresë tek Zoti që edhe ata një ditë të reformohen dhe të rikthehen dhe të pastrohen. Përmes, kur